Wassalamu ala Rasulillah. Të gjitha falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet I takojnë Muhamedit a.s., familjes e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjitha ata që e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të dashur, mirë se keni ardhur. Ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia e Allahut qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaj. Si thash, mirë se keni ardhur të gjithë. E falenderojmë Allahun që na dha këtë mundësi që ta presim edhe këtë fest. Gjithashtu falenderoj Allahun që unë kom pas nderin që ta kem musafir personal, pra Molla Feridi, edhe e kena bo një hile pe musafirit, pe musafirdakut e kena bërë këtu, edhe e kena shfrytzu pak për xhamin dhe xhamatin tonë. Na bo Allahu hoxha, po e shfrytëzoj rastin publikisht me të falenderu që ke pranue ftesën, edhe e lutem Allahun xhaleshanu me shpërblyje, sepse kjo nuk është hera e parë që I këtu me neve. E dim që edhe disa herë tjera e kanë me neve, kështu që lutem Allahun me shpërblyje dhe gjithashtu me të dhënë shëndet dhe jetë gjatë. Vëllezër të dashur, siç e dini pra, ne po vazhdojmë si çdo herë me ato mundësi tona në aktivitetet e xhamisë tonë. Siç e pata dhe vetë, pra një argument fëmijët na e dhanë, pastaj vëllezër ne po mundohemi aq sa kena mundësi dhe aq sa dim me punu në këtë drejtim. Ne çdo herë kemi kërku edhe kemi thonë se na kemi nevojë për njerëz të cilët kanë dëshirë, kanë mundësi dhe dojnë me kontribuja në çdo herë të mirësehur. Pastaj edhe me na këshillua edhe këtë na kemi nevojë, kështu që mos nguroni çka do që e shifni që na kemi mundësi me bo, nuk kemi bo, atëherë urdhoni edhe na këshilloni, po edhe na bashkangjiteni në këtë çështje, në këtë rrugtim. Ne si xhami pra vazhdojmë me çato kapacitetet tona të bëjmë atë çka na, siç e thash më herët, mundemi dhe e dim. Pra xhamia, siç e dini, është e hapur për çdo vakt dhe ju jeni ata që keni mundësi këtë ta shfrytëzoni. Ju gjithashtu po e përsëris prap, ne kemi nevojë për ta shtuar antarësinë, prandaj ju lus përgjigjeni kësaj thirrjes që sa herë unë dal para jush këtë kërkesë kam, por sa herë jam duke e thonë këtë, jo që po ngritet numri, e kam cek edhe hajrën e kalume, pra dikun rreth 20 deri 22 antarë kemi. E ka, për shembull, vinë për Bajram qindra njerëz, vinë për Gjuma 10 njerëz,
Mirë po të nanë numëri nuk po shumohet i lusë përgjigjën i kësaj dhe në ndihmoni edhe neve, edhe juve, edhe të gjithë komunitetin. Na, si që keni po, aqë sa kena pas mundësi, kena rregulluar në brenda në xhami, do të thonë gjitha ato tash është funksionale, edhe krejt ato çka është dasht, na jena munduar me rregullua, edhe ja kena arrit dikun 90% të asaj. Tashti ka punë edhe të pakryve, edhe inshallah do të aktivizohemi tash mas Ramazanit, mas Bajramit, më falni, mas kemi edhe disa punë të pakry, inshallah do të kemi nevojë edhe për mbështetjen e juaj gjithsesi, edhe financiare. Vëllezër të dashur, nuk po e vazhdoj ma këtë fjalim sepse jam bërë shumë i tepërt me këto kërkesa. Mirë po, veç edhe një herë po ju lusë që t'i përgjigjeni kësaj ftesës. Antarësohuni, ju lusë antarësohuni sepse kemi nevojë për antarë të cilët na mbështesin në çdo aspekt. E jemi pak në listën e atyre që janë antarë në xhami, ama jemi shumë jashtë xhamisë. Prandaj nuk janë kërkesat e mëdha për me hyrë në atë listën e xhamisë. Mos ngurani. Zoti ju ruajt. Inshallah tani po ja kalojmë mikrofonin fëmijëve. Fëmijët tash bëhuni gati. Jam një lule të ka gjinit,
lindjerit me kamergimi, qysh se u bona për me dit, shqip kam fole, shqip jam rrit, qysh se u bona për me dit, shqip kam fole, shqip jam rrit. Sa her mora do këtë glos, shpirti im po pikolot, kur i gjej vezet e mia, është Kosova, është Shqipnia, kur do shkoj une për bot, shprej ka jem kush do me thon, e drejt kokën shumë krenare, nga Kosova jam shqiptare. Këtu po më thojnë o mu gjermane, emrin e kam shqipetare, dhe pse rritem dhit e hujt, kom dhe fin zemër i rujt. Dhe pse rritem dhit e hujt, kom dhe fin zemër i rujt. Sa her mora dorë këtë glos, shpirti im po pikolot, kur i gjej vetet e mia, është Kosova, është Shqipnia, kur do shkoj une për bot, prej ka jem kush do me thon, e ngrej kokën shumë krenare, nga Kosova jam shqiptare. Kjo është ajo që ne jemi mundu, edhe po mundohemi vazhdimisht që të bëjmë me fëmijët tanë të ruajnë atë çka na kanë porositur dhe po na porositur vazhdimisht hoxhallarët që ne sa do kohë të ruajmë atë traditën dhe fejnë tonë. Pra këtu sot po jo prezentojmë, do të thonë, fëmijët të cilët sot kanë me dalë, kanë me lexuar një pjesë nga Kurani, sepse sot kanë hyrë 4 fëmijë në Kur'an. Pra, sot kanë me na lexuar, me ndëgjue tamam atë çka kanë mësu në xhamin tonë. Pra, kjo është një argument që ne po mundohemi me punuar. Tash vazhdojmë inshallah me fëmijët me një pjesë leximit të Kuranit. Pra, fillojmë me Rejan Raduka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Rejan, dhuratat. Allahu Akbar. Ja. Tani vazhdojmë me Hatixhe Kushtrim Ulluri. Pastaj Said Murat Uka.
pastaj Liana Besart Asani. Dhe tani të gjithë fëmijët do ta marrin nga një dhuratë nga Xhamia Bashkimi. Pra emrat janë Amina Besart Hasani, pastaj Riad Kushtri Bulluri, pastaj Unejsa Arton Gjeladili, pastaj Rejan Murat Uka, Gjevahire Dardan Ulluri, Alisa Fuad Asani, Hatije Kushtrim Ulluri, Said Murat Uka dhe Liana Besart Asani. A i patë këto fëmijë që ka dollën këto për para juve, nuk ashtë ka laj me dalë për para njerëzve. Që cilën doni për juve, t'i thojnë hajtë dilë t'i këto për para. Veç shiri njerëzit, i vjen marrë. Hiq pa folë kur gjo. Po me folë dhe një sen, atër du të menu e mirë, se shka me folë, ja, shka me lexu. E për atë arsye, pra kjo është një hap i madh shumë i këtyre fëmijëve me dalë përpara neve dhe me na përkujtue për fenë tonë, për adhërën tonë, e për gjuhën tonë, e për traditën tonë. Inshallah Allahu në xhelal i shpërblen. Por kjo nuk bëhet rastisht, po bëhet dhe thotë shka me organizim. E nëse jeni të bashkuar bashkë, dhe thot, mujni me arrit ketë, po nëse nuk jeni të bashkuar, dhe thot, edhe qëto shka i keni, i hupni. Unë jam i bindur se secili për juve e ka ngua tregimin popullor, kur ai plaki i mençëm ja ka thonë ka një shkop, secilit djali ka thonë, hajde the shkopin, e ka thi. Ama kur i kam ledh 10 shkopi, ka thonë, hajde the, jo ka thonë, s'po muj mi thije. Edhe ju, pra, nëse jeni veta vetë, ju thënë se cili, po nëse jeni bashkë krejt, atëherë dhe thotë s'ka kush ju thënë. E kjo bashkallëki, dhe thotë duhet me u bo në punë të mira edhe në vepra të mira. Dhe thotë ju nuk keni zatet këto për me pi raki, as nuk keni zatet për me bo dilin gjillëk, as nuk keni zatet për me amor da një kujna pasurin me zorë, as nuk jeni zatet për me vrada një kanë, po jeni zatet shka për me madhnue Allahun e juaj, për me njoft krijuesin e gjithësisë, shka e kemi obligim këtë njerëzit në sipërfaqen e tokës me njoft. Pse? Se Allahu dhul xhelal ka thonë wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nuk I kom kriju në as gjend, po as njerëz për kur gjo tjetër përveç se me madhnu Allahun dhul xhelal. Vetë zgjimi jot sot, shka ke mujt me flet të shtëpia edhe me bon qefin, po je zgju, ke mor abdes edhe ke ardhur në xhami, kjo është ibadet në veti o vëllezër. Secilin hap shka e ke bën, tu ka shkrujt ka një sevap, pin tokë të kthyer ti në qiell. Edhe secilin hap tjetër shka e ka bën, Allahu dhul xhelal ne ka fshin të gjithëve ka një gabim. Edhe jemi nën mbikëqyrjen Allahu dhul xhelal të kthyer ti sa mos kthehemi na për familjet tona. E pastaj qetra shka keme morë të këbire, qetra shka keme lezu elhamin e, qetra dhe thot shka keme ngu e nasihatin edhe gjonat tjera. Dhe thot veç bindja jote është dhe thot rezultat qka që Allahu dhul xhelal ato dash tyje edhe të ka uzue ka heri dhe ka e mira. Ashtu që sa musliman jemi në këtë qytet, shumë pak, edhe që të pak, me konë që
nuk bashkohemi, tretemi kejt, hupemi. Po nëse që të pak shkajemi, do thot bashkohemi, atëre s'paku do thot diçka mësojna, apo e kena hallin edhe dertin e njani tjetrin. E jonja është me pas herë hallin edhe dertin e vllaut ton. Pse? Për atë arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe ka thonë: "Men kana fi auni akhihi, kana Allahu fi auni." Kush është në ndihmën e një vllaut vet, Allahu është në ndihmën e tij. Bane provë në jetën tonë. Kur ti shkon për shembull me ja kry një punë, një vllaut tan, për hir të Allahut dhul xhelal. Dije se Allahu dhul xhelal është duke ta krye një punë tonën pa u lodhë të heq. Pse? Se nuk mund me shtirë më konë ma i gjymert se Allahu dhul xhelal. Kur ti pra bash i gjymert për me ndihmu një vllaun tanë, e shka për me ndonë për Allahun, i cili të thot edhe 99 herë është ma i dashur se nanat tona për fëmijën e vetë. Të thot nana e don e vladin e vetë një hise, Allahu dhul xhelal e don e vladin e vetë edhe 99 herë. Të thot e don. Për këtë arsye pra duni me pas parasysh me një dashuni, të cilën dashuni e ka Allahu dhul xhelal për robët e vetë. E ti je pra qaj, një robë, e Allahu dhul xhelal, shka Allahu dhul xhelal atë dashtë. Por, kur jemi zbashku, atëherë punë na hecin marë. Ama kur jemi të përqamë, do thot humbemi edhe tretemi. E tash, na jena hub mas pariherë për veneve tona. Dikush kalë për Kosovës, dikush për Shqipënijës, dikush për Maqedonijës, se cilë do thot për fshatit vetë, pa u njofë me tjetër. Do thot njëherë ke hub. Po tash, kjarë në një vend ku ka një qfar bashkimi, ka një qfar adrese, ka një piktubimi, edhe kur vjen ati, se cili i tregon tjetrit për përvojat e veta shka i ka. E me qëto përvojat e veta shka i ka, atëherë hecmi për para. E për këtë arsye, pra, do të më kanë për atinve qka hecmi për para, e jo më kanë do thot për atinve qka jemi kanë të humbër e jemi humbë hala ma tepër. Inshallah Allahu dhul xhelal asë njëherë nuk na humbë, e inshallah Allahu dhul xhelal na bashkon në vepra të mira edhe në jetët të mira. A ki bashkim, dhe thot, bëhet kur kena një jetët të mira. Edhe sikur dikush mos të është obligu, sot nuk ishim lerë ju këto në xhami për me falë bajramin edhe për me madhnu Allahun dhul xhelal. Po dikush e ka pas këtë gajle, edhe e ka pas dhe thot këtë qëllim, edhe ju ka të bu këto krejt, për shka për me madhnu Allahun dhul xhelal, edhe për me kallëzue kulturën tonë shka e kemi. Inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen të gjithë ata të cilët ndoshta sun ka flet rahat, ndoshta janë obligue me obligime për shka që sot më kanë kjo salla e qelë, edhe me mujtë më ardirisht ju, me madhnu Allahun dhul xhelal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Është informu se Zoti në 6 ka më falën sabahit, Bajrami, atëherë pra unë do të mundona që praktikisht më ju kallëzua se çish falet Bajrami. Mas pari herë, pra, ne I rregullojna safet tona. E pastaj kur I rregullojna safet tona, imami thot Allahu Ekber. Edhe e kënon subhaneke, Allahumma ve bihamdike, wa tebarek esmuke, wa ta'ala jadduke. Masa ne merr tekbir 3 herë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber 3 herë, edhe masa ne e lexon elhamin, edhe e lexon një sure, edhe shkon në ruku, Allahu Ekber. E kryen në rukujin, masi e kryen në rukujin, thot Allahu Ekber, edhe shkon sejdë. Masi e kryen sejdë, ngritën në reqatin e dytë. Në reqatin e dytë, e kënon elhamin, edhe e kënon përsëri një sure, edhe mas surës, thot 3 herë Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Herën e 4, Allahu Ekber, shkon në ruku. Mas rukujës e bat sejdën, te hjatin edhe jep selam, ka e djatha dhe ka e shmajtë. Që kjo të thot mënyra e faljes së Bajramit na për vendet tona. Atje ku jemi, dhe thot Kosovë, e ku jemi, dhe thot Shqipni e Maqedoni. Edhe masi që ta fal, atëherë dhe thot imami ju drejtohet xhamatit me një hutbe të shkurt, edhe masi e kryen hutbën, atëherë dhe thot musliman bajnë Bajram me zveti. A e kemi qartë, ta shka e fola? Zoti ju shpërbleft inshallah të gjithve, inshallah Allahu të gjithat pranon për neve. Atëherë pra, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha
Qonë pra tash, drejtën e safet. Moshte e këtë safin e parë. Drejtoni safet. Drejtoni për edhe të cëni. A jemi gati? Plotësoni safin e drejtoni. Banë pra një jetë me falen kur banë bajramin. Dhe thot një jetë është me zemër. Dhe thot vetë prezentimi juj dihet që keni ardhur për me falen bajramin. Inshallah Allahu dhe Gjilal na i pranon. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të trimër dhe besnik, dhe lutë Allahu Dhul Gjelal që këto salavate më konë edhe mbi neve, të cilët kemi dëshmuar që Allahu është një dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Vëllezër, sot pra është fest, është Kurban Bayram, është bajrami më i madh i muslimanëve në rrezullin toksor. Se muslimani ka dy bajrama, e ka Fitr Bayramin edhe ka Kurban Bayramin. Për Fitr Bayram gëzohemi se kemi dalë çështë agjërimit, ndërsa për Kurban Bayram gëzohemi për atë arsye se miliona prej muslimanëve kanë shku në Mekë me bon tavaf, me dalë në Arafat. Inshallah Allahu Dhul Gjelal javë ka pranuar lutjet të cilat ata i kanë bon. Për atë arsye se të gjithë muslimanët të cilët kanë shku në ato vende janë ambasadorë tonë, të cilët kanë shkuar me lutë Allahu Dhul Gjelal për falje të gabimeve të veta, por edhe për faljen e gabimeve tona. Për atë arsye se muslimani kur lutet mas bariher për veti, pastaj lutet për babën e për nanën, pastaj lutet edhe për këtë musliman. Inshallah Allahu Dhul Gjelal të gjitha lutjet të cilat i kanë bën në ato vende të shenjta i ka pranuar prej tyre. Për këtë arsye pra edhe na të bohemi që me madhnu këtë ditë edhe me bën këtë ditë hala më të shenjtë. Vëllezër, duhet me kuptu se sot nuk është dita kur njeri qon i nati me babën e vetë me nanën e vete. Për atë arsye se ka shumë prej muslimanëve të cilët nuk folin me babën e nuk folin me nanën.
nuk ka për këj njeri bajram. Nëse nuk e nje babën e vetë, nëse nuk e nje nanë e vetë. Pse? Se Allahu Dhul Gjilal në Kur'an ka thonë wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu Dhul Gjilal e ka bon farz që me adhuru Allahun Dhul Gjilal ndërsa me respektue babën e nanën. Për këtë arsye pra, sot që ata shka i kanë prindërit gjallë, mas paliherë le të bojnë bajram me prindërit e vetë, e pastaj me vllazni edhe me motra edhe me musliman qerë. E dikush ban bajram me kejt dunjojnë me babën e vetë nuk falë. Kejt nuk ka musliman i mirë. Na pra dohet me tregu e shembulltyrën e muslimanit mirë. E shembulltyra e muslimanit mirë tregohet që atëherë kur respekton babën edhe nanën, e masën kur i respekton edhe kejt musliman, inshallah Allahu Dhul Gjilal na ban pitinve. Porosia e dytë të cilën do thotë po du me thonë, është se shumë musliman në këtë ditë therën kurban. Për shka? Për me u pëlqy me traditën e Ibrahimit a.s. i cili është baba i pejgamberëve. Por doni me ditë se ta Allahu Dhul Gjilal nuk shkon as mishi, pas gjaki. Ta Allahu Dhul Gjilal shkojnë qëllimet e tona të pastra. Ndërsa prej mishit edhe prej të dobive të Kuranit do thot na me zveti solidarizohemi, duke hangër mish për veti, duke e shpërnda për dashamir edhe duke i dhonë skamnorve. Edhe sa njeri do thot në këtë ditë furnizohet për shkak të kësaj feste të madhe të cilët na e kemi. E dikush ndoshta e ka therë kurbanin të veni i vetë, po dikush i ka quë të familjarët e vetë atje poshtë, e dikush do thotë ka bon sevape në përvejnë tjera, pa marrë parasysh se ku e ka therë kurbanin edhe ku bohët një jetë për ta sevapi i shkon e dobit e tina, pastaj na i shfrytëzojna, inshallah Allahu Dhul Gjilal është razi me njetet e juaja dhe me sakrificat e juaja. Për të arsye se na e bojna një sakrific për mi tregu Allahu të Dhul Gjilal se na për ta jemi në gjendje dhe thët me ba sakrifica, inshallah Allahu Dhul Gjilal ju shpërblen. Po ashtu pra duni me ditë se sot është ditë gëzimi dhe gëzimi jonë në Kurban Bayram vazhdon tek të ditën e 4 në Ikindi. Dhe thot mundesh me bë Bayram sot, po mundesh me bë Bayram nesër, mundesh me bë Bayram pas nesër, mundesh me bë Bayram edhe pas nesër tek ditën e Ikindi, që ka që është koha e Bayramit, për Bayramin e madh, inshallah Allahu Dhul Gjilal është razi me neve. Edhe njëherë pra po ju porosis që për Bayram me reflektue energjinë pozitive të cilën e keni, mos me reflektue negativisht. Zoti ju shpërblet të gjithëve dhe për hajër Bayrami ju koft të gjithëve, inshallah Allahu Dhul Gjilal është razi me neve. Që fjalimin të cilën do thot unë e fola, pra më do thot kena bo muhabet edhe me Abdurrahmani që me mujt me spjegu edhe në gjuhën gjermane, se ndoshta ka pi vllaznive të cilët nuk morin vesh gjuhën shqipe, e gjermanishtën do thot e zotnani krejt. Atëherë pra japë me mikrofonin vllau ton Abdurrahmanit që ta spjegon në pikat shkurta që ta shka e falem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten. Wir loben ihn, suchen seine Hilfe und seine Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer Seelen und unserer schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen er in die Irre gehen lässt, den kann niemand recht leiten. Frieden und Segen sein auf uns, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf seine Familie, seinen Gefährten und auf allen, die seinen Weg bis zum jüngsten Tag folgen. Liebe Brüder und Schwestern, wir befinden uns in den gesegneten Tagen des Opferfestes, des Eid al-Adha, einem der größten und bedeutendsten Feste im Islam. Dieses Fest ist nicht nur ein Tag der Freude, des Essens oder neuer Kleidung, sondern ein Fest des Gehorsams gegenüber Allah, des Opfers, der Liebe, der Barmherzigkeit und der Einheit unter den Menschen.
Das Opferfest erinnert uns an die Geschichte des Propheten Ibrahim a.s., der bereit war, Allahs Befehl mit voller Aufrichtigkeit zu befolgen. Er zeigte völliges Vertrauen in Allah und war bereit, das Liebste für ihn zu opfern. Daraus lernen wir, dass der wahre Glaube bedeutet, Allah an erster Stelle zu setzen, über unsere Wünsche, unser Ego und unsere weltlichen Dinge. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, und wir lösten ihn durch ein gewaltiges Schlachtopfer aus. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass Allah die Aufrichtigkeit seiner Diener liebt und diejenigen erhöht, die Geduld und Gehorsam zeigen. Liebe Geschwister, das Opferfest lehrt uns auch, unsere Familien zu respektieren und ihnen näher zu kommen, besonders unsere Eltern. Der Islam gibt den Eltern einen sehr hohen Rang. In diesen gesegneten Tagen sollten wir unsere Eltern ehren, sie besuchen, ihnen helfen, mit guten Worten zu ihnen zu sprechen. Allah sagt im Koran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dient und zu den Eltern gütig seid. Wie viele Menschen vergessen ihre Eltern, obwohl Allah ihre Rechte direkt nach seinem Recht erwähnt. Das Opferfest soll eine Gelegenheit sein, Herzen zu verbinden, Verwandtschaftsbande zu stärken und Streit zu beenden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch ist derjenige mit dem besten Charakter, überliefert bei Jami al-Tirmidhi. Darum gehört gutes Benehmen, Respekt, Geduld und Freundlichkeit zu den wichtigen Eigenschaften eines Muslims, besonders an Tagen des Segens. Liebe Geschwister, ein sehr wichtiger Teil dieses Festes ist das Opfertier. Doch wir müssen verstehen, Allah braucht weder Fleisch noch Blut. Entscheidend ist unsere Aufrichtigkeit und Gottesfurcht. Allah sagt im Koran, لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال له التقوى منكم. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreichen Allah, sondern ihn erreicht eure Gottesfurcht. Das Opfer soll nur für Allah dargebracht werden, nicht um gesehen oder gelobt zu werden. Die Nia, die Absicht, muss aufrichtig sein. Außerdem lehrt uns der Islam Barmherzigkeit selbst gegenüber Tieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat Güte in allen Dingen vorgeschrieben, überliefert bei Sahih Muslim. Deshalb soll das Opfertier nach islamischen Regeln mit Barmherzigkeit und ohne Misshandlung geschlachtet werden. Das Fleisch des Opfers soll mit Familie, Verwandten und besonders mit Armen und Bedürftigen geteilt werden. Darin zeigt sich die Schönheit des Islams, dass Freude geteilt wird und niemand an diesen Tagen hungrig bleibt. Liebe Geschwister, das Opferfest erinnert uns auch an die Einheit der muslimischen Gemeinschaft. In diesen Tagen reisen Millionen Menschen nach Mekka, um den Hajj zu vollziehen. Menschen unterschiedlicher Hautfarben, Sprachen und Länder stehen Seite an Seite und beten denselben Herrn an. Allah sagt im Koran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Die Gläubigen sind doch Brüder. Der Islam vereint Menschen, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Nation. Deshalb sollten wir Hass vermeiden, Streit beenden und die Bande der Geschwisterlichkeit stärken. Und von großer Bedeutung in diesen Tagen ist auch der Tag von Arafah. Für die Pilger ist es der wichtigste Tag des Hajj, ein Tag der Dua, Reue und Vergebung. Aber auch diejenigen, die nicht auf Hajj sind, können an diesem Tag Allah näher kommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Menschen vom Höllenfeuer befreit, als am Tag von Arafah, überliefert bei Sahih Muslim. Und über das Fasten am Tag von Arafah sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hoffe von Allah, dass die Sünden des vorgänglichen Jahres und des kommenden Jahres sühnt, überliefert bei Sahih Muslim. Liebe Geschwister, nutzen wir diese gesegneten Tage für Dua, Reue, Wohltätigkeit, gutes Benehmen und die Nähe zu Allah. Lasst uns unsere Familien ehren, die Bedürftigen unterstützen und unsere Herzen reinigen. Wir bitten Allah, unsere Opfergaben und unsere Gebete und unsere guten Taten anzunehmen. Möge Allah Frieden, Liebe und Einheit in unseren Familien und in die gesamte muslimische Gemeinschaft bringen. Möge Allah uns zu diejenigen machen, die seine Barmherzigkeit und Vergebung erlangt. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة për hajri ko bajramët të gjithëve. Zoti ju shpërblet, inshallah të gjithë. Do të kemi fëmijët e një ilahi. Për hajri bajramin. O, përhaj bajrami, përhaj bajrami. Vetëm puna e bajramit. Përhaj bajrami. Gërban, përhaj bajrami. Kom tutti fidanti. Io ci sono